SPA ka dërguar për gjykim kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 zyrtar të tjerë për shkelje ligjore në tenderin me vlerë 700.000 euro të vitit 2019 për projektin zhvillim strategjik i sektorit energjetik. Ndër të pandehurit janë dhe Adela Ruko, bashkëshortja e ish drejtorit të Autoritetit Rrugor Shqiptar Erviz Berberi, si dhe Jonit Kazani, Edlira Mitrushi, Yll Kanishku, Rudin Gjoni dhe Premtim Daudi. SPA ka akuzon kryebashkiakun Beci se gjatë kohës kur drejtonte korporatën elektroenergjetike shqiptare ka shkelur ligje në tendera duke favorizuar një shoqëri fituese. Përveç tij, 6 të tjerët që ishin pjesë e njësisë së prokurimit dhe komisionit të vlerësimit të ofertave dyshohet se paracaktuan procedurat dhe krijuan avantazhe për fituesit. Hetimi nisi pas bërthimit të telefonit të ish drejtorit Erviz Berberi, ku u gjetën biseda që sipas SPA-kut komprometoi transparencën dhe lishmërinë e tenderit. Ky proces do të ndjekë rrugën gjyqësore për të vlerësuar përgjegjësitë të pandehurve dhe për të vendosur mbi masat e dënimit, ndërsa SPA kërkon që drejtësia të garantojë një proces të hapur dhe të pavarur për këtë çështje.